Përshëndetje miq të librave dhe jo vetëm, ja ku jam sërish këtu para jush. Që do thoni unë i mbylla vërtet të gjitha rrjetet sociale, ama lash një portë komunikimi të hapur për miqtë e mi lexues. Pikërisht për mos të larguar plotësisht nga bota e librit dhe ku ka më mirë se në kanalin në YouTube, në të cilin të flas për libra që unë lexoj dhe jo vetëm. Sepse jeta nuk është vetëm libra, sikurse ju dini shumë mirë që ja kam thënë, ju ja kam stërthënë. Tani, në qoftë se ju nuk keni kohë për të lexuar, ndoshta do ishte shumë mirë që nëpërmjet sugjerimeve të mia të mund të klasifikoni libra që juve do ju pëlqenin të t'i lexonit dhe në këtë mënyrë nuk do bëni të le të themi blerje për të cilat do pendoheni më vonë. Gjatë kësaj periudhe kam organizuar le të themi atë listën e librave që do lexoj për juve, duke patur edhe një lloj radhe të caktuar. Dhe sigurisht, duke qenë se tani po afrohet vera, ndoshta ju do doni që mos lexoni libra shumë të rëndë për trurin, se nuk doni ta stërvisni shumë me sa duket gjatë verës, do të bëni qejf, nuk ka problem, të gjithë nuk duam të lodhemi shumë gjatë verës, kështu që është mos e kuptueshme, prandaj çfarë bëjmë? Lexojmë libra që janë çik më të lehta apo që janë më me thashë thënë me brenda, le të themi. Kështu që prandaj unë kam përzgjedhur sot për juve një titull libri që titullohet Dieta e pasionit. Që thoni ju migra, ju që keni burra, nuk e keni asnjëherë besueshmërinë që burri nëse pas nesër nuk doja mbathi me një tjetër më të re, më të bukur apo ku ta di unë, mund të jetë dhe më pak e bukur se sa juve, por ndonjëherë burrave nuk i merr vesh filmi i tyre, kështu ishte edhe rasti i Erikës. Erika tash e shkreta lodheshe gjithë ditën, ropateshe në punë, mbante edhe fëmijët. Ishte edhe menaxher një hoteli shumë të madh, ishte shumë e zonja, shumë e afër. Problemi i Erikës vetëm ishte që ishte pak mbi pesh, tash mbi pesh. Ajo në le të themi në të gjithë veten e saj ishte e bukur, ishte e paraqitshme si grua, por për burrin e vet ai ishte shumë kaba, sepse burri i vet nga ana tjetër ja dritej me sekretaren. Tani Erika e shkreta për t'i pëlqyer më shumë burrit vet dhe mamas së vet, e cila nga ana tjetër, sipas historisë në fund zbulojmë që nuk është mamaja e saj. Megjithatë unë po ja tregoj paksa tros që në fillim, sepse nuk më pëlqen që t'jem kështu, jo nuk ja tregoj librin se ja tregoj, nëse do flas për një libër, do ju tregoj të gjitha detajet të mundshme, aq sa unë mua më lejon koha edhe këtu në YouTube. Kështu që Erika shkret tani shkon të bëjë një operacion plastik për të hequr dhjamin dhe për të dukur më bukur në sy të burrit të vet. Burri vet tash si karafil që ishte, harroi celularin tek krevati, para se Erika të operohej, rastësisht janë gjëra që ndodhin, nuk mos ndoshta ju duket si libër, pra janë gjëra që më vërtet ndodhin, se mua kështu më ka ndodhur me ishin tim që zbulova që fliste me një tjetër, më dha passwordin e Facebookut vet dhe kështu unë zbulova, kështu që janë rastësia që janë reale. Dhe kjo zbuloi që ky kishte një dashnore. Ta tha, çfarë po bëjmë në jetën time, pse do bëjmë një operacion për këtë, e kështu këto tani do divorcoheshin. E shtyn divorcin deri në Krishtlindje, para se nuk donin që të lëndonin dhe fëmijët, se ishin në shkollë, dhe kishte një djalë dhe një vajzë. Vajzën e kishte më të vogël, djali më duket e kishte diku tek 12 vjeç, diçka e tillë. Dhe kështu ishte martuar e re Erika, kështu që kjo tani në shkollë, përpara domethënë se sa të marrë vesh kandidati i cili e ndihmon Erikën që të rikthejë vetbesimin te vetja, është drejtori i shkollës në fakt. Zbulojmë që ndodh një episod i çuditshëm, ajo ka shumë frikë nga mirëmangat edhe ndodhet në tualetin e vajzave, këtu gjendet ai supermeni i saj që vjen ta shpëtojë, dhe supermeni është pikërisht drejtori i shkollës me cilin ajo do bjerë në dashuri më vonë. Tani çfarë ndodh? Gjatë gjithë librit tregohet le të themi ajo ndjenja e pasigurisë së Erikës, ajo ndjenja mungesës së vetbesimit, pikërisht pse i kishte ardhur kjo gjë, sepse ajo kishte pasur pranë vetes një partner që e bënte të ndjeheshe inferiore, që nuk e bënte të ndjeheshe mirë me veten e saj, dhe dashur pa dashur ne ndikohemi nga opinionet e personave që kemi sa më afër, pikërisht sepse japim të gjithë energjinë tonë, japim gjithë përkushtimin tonë dhe në fund të ditës ne nuk kemi të mira mjaftueshëm. Kështu që në gjatë kësaj kohe ajo kishte edhe një shok që quhej Poli. Poli ishte shoku i saj më i mirë, le të themi familje e saj. Nuk është ashtu siç mendoni ju, sepse Poli të pëlqenin burrat, kështu që ishte pikërisht shoku perfekt që ajo thoshte që nëse ai nuk do i pëlqenin gra, do ishte martuar me të. Dhe ai e shtyn që t'japim më shumë mundësi kur takohet, domethënë pasi ndodh ky episod i mirëmangës, prandaj quhen ai njeriu mirëmang.
E shtyn, domethënë ato që t'i japi më shumë mundësi Xhuliani, që Xhuliani nga ana tjetër është pikërisht drejtori i shkollës, shumë simpatik që kishte qenë ish sportist dhe kishte hequr dorë pikërisht për një dëmtimi që kishte patur. Tani, çfarë ndodh? Erika avash avash, duke kaluar dhe këtë episodin e divorcit, duke kaluar gjithë këto probleme në jetën e saj, fillon dhe dobësohet dhe nuk e kupton, domethënë se si dobësohet me gjithë dieta që më përpara kishte bërë, sepse ajo është edhe me origjinë italiane dhe nga që edhe italianët, siç e dini ju, i pëlqen shumë pjesën e gatimeve, kishte 3 teze, të cilat tezet nuk ishin martuar kur dhe kishin hapur një restorant 3 motrat këto. Edhe tashi Erika ishte mësuar gjithkohës me këtë frymën e gatimit dhe gatuante shumë mirë, gatuante ëmbëlsira, keke gjëra dhe ishte edhe fiksuar pas kekëve, kështu që kur kaloi këtë periudhë depresionit, i thoshte Poli që më lër të ha një kek të lutem. Dhe është vërtet që neve tashi kur jemi pak të mërzitur në depresion doam të ham çokoladë ose gjëra të tjera. E nëse tashi është shumë bukur sepse tregohet pikërisht ajo metamorfoza e një gruaje e cila nga me vetëdijsim të ulët gjen një person tjetër që mendonte që kurrë nuk do ta pëlqente pikërisht sepse ishte krijuar në kokën e vet, ajo çfarë i thoshte ish burri. Maskaraj. I thoshte që ti nuk je e mirë, nuk je e mjaftueshme dhe asnjë burrë do të marrë kështu siç je, dhe në fakt kjo është e vërteta, që ajo është martuar me këtë burrë sepse mendon që askush tjetër nuk do ta merrte. Pastaj kur Giuliani i tregoi që ajo kishte shumë vlerë për të, kur filluan të njiheshin më shumë bashkë dhe Giuliani vetë ishte shumë i përkushtuar ndaj Erikës, ajo kuptoi që vërtet ai e pëlqente për atë që ishte dhe jo për pamjen e vet, sepse ai kishte pasur supermodele, por pëlqente për karakterin e saj, për aftësitë, për talentet që ajo kishte, sepse shumë e thjeshtë të gjesh një vajzë të bukur aty jashtë që ka super trupe të tjera, po nëse është tyr fyç nga mendja, sikurse ishte sekretara në fjalë që ai ish burri i Erikës së latë, si kishte Ira, ai kishte ish burri i Erikës. Dhe çështja ishte këtu që në fund Ira përpiqej që të rikthehet me Erikën, po jo për dashurisë, po sepse nga që Erika bënte çdo gjë në shtëpi. Për këtë arsye e kishte lënë shumë në borxhe, me iden nga që ai ishte i pa zoti vet, ishte i pafti, bënte gjërat vetë dhe kërkonte gjithmonë suportin e të tjerëve. Ndërsa Erika bënte çdo gjë, ishte menaxher, ishte mama, ishte një shoqe shembullore, ishte shumë e zonja në çdo gjë që bënte. Ira nga ana tjetër, siç duket pas siguritë e veta, i manifestonte tek partnerja, tek Erika. Kështu që mos u ndikoni nga fjalët e të tjerëve që janë rreth jush, sepse thjesht ju imponojnë pa aftësitë e veta. Ndërkohë që një grua mund mos jetë shumë e paraqitshme nga ana e trupit, nga ana fizikut, por mund të jetë një grua shumë e mirë, shumë e përkushtuar, shumë e rregullt, shumë organizuar, sepse jeta është e gjatë, nuk do ta bëni jetën vetëm për sytë e bukur. Dhe ndonjëherë kur bën këtë debatin, domethënë, kam pasur njerëz që thoshin për shembull që gjeti një vajzë më të re, më të bukur, një modele, dhe i mungonte ajo pica që i bënte gruaja në shtëpi. Janë gjëra që vërtet janë reale. Prandaj them që ky libër, Dieta e Pasionit, mund të jetë një zgjidhje ideale për verën, për ta lexuar. Është shumë interesante ecën si libër dhe me vërtet domethënë të bën të kuptosh që ndonjëherë nuk kemi nevojë për një burrë që të na thotë që jemi të bukura. Mjafton që neve ta dim këtë gjë vet dhe të kuptojmë të gjitha cilësitë që ne kemi, pikërisht për të ndjerë më mirë për veten dhe për familje, sepse edhe nga ana tjetër Ira nuk ishte një baba i përkushtuar. Domethënë Erika shkoi përpiqej të bënte çdo gjë për fëmijët, ai vinte në shtëpi, bënte në punë, as nuk i interesohej fare. Dhe një burrë të tillë s'ke çdo më mirë shkoi, hidhe mirëpafshëm edhe gjej dikë që nuk të duhet, domethënë për çfarë do një burr i cili nuk është i përkushtuar as për familjen, i cili nuk është i përkushtuar as ndaj teje, i cili nuk të jep mbështetje shpirtërore, morale dhe ekonomike, sepse edhe ishte Erika nga ana tjetër që e mbështeste ekonomikisht. Tash Erika kishte një ëndër shumë të madhe, ajo donte të blinte një shtëpi në Toskanë, por në fillim ajo nuk kishte shumë para dhe filloi që të riktheshte edhe një herë ëndrës së saj. Që thoni juve, rastësia është, ku diun, thoni na e shpreh për rastësinë
shumë pretëresha fati, nuk e di tash se s'po më vjen ndërmend. Giuliani nga ana tjetër dhe ai kishte një origjinë gjysmë italiane dhe kur e rika nga fundi i librit i thotë se shiko un kam një ëndër sepse mendoj sepse ai e shikonte tani jo më si dikush domethënë si një vajzë, si një grua që ai kishte shef që e pëlqente, por tashmë donte që ta shikonte më tepër dhe si gruan e tij të ardhshme. Dhe ajo mendoj që ishte shumë e drejtë që ti tregonte për këtë ëndër që kishte, pavarësisht se kishte të vështirë të tregonte, sepse do mendonte se ai ishte i çmendur, se kjo ishte e çmendur, domethënë dhe nuk do ta pranonte dhe të dy bëhen gati për të marrë një shtëpi në Toskanë. Domethënë kështu përfundon libri pak a shumë. Dhe kjo është më shumë për të kuptuar që në qoftë se personi që keni tani në krahun tuaj nuk vlerëson apo shikon të tjera apo ju traston e tjera, nuk është fundi botës, do gjeni një person shumë herë më të mirë. Dhe ajo që ka rëndësi është që juve mos ta ulni veten tuaj kurr, duke u ndjerë inferiore për preferencat e një burri apo për preferencat e botës, sepse nga ana tjetër përveç se ndikonte Irakesh, ndikonte edhe mamaja vet. Tash mamaja vet ishte motra binjake e mamasë së vërtetë të Erikës, se ajo zbulon në fund të librit dhe ja tregojnë tezet e saj. Okej, ndoshta e tregova pak më shumë se çtuhet, por s'ka problem. Gjithsesi, mua më bëj qefi që u rikthej sërish të personat që janë këtu, ju falenderoj që i keni bërë subscribe kanalit tim. Tash meqense unë nuk jam më në rrjetet sociale dhe nuk kam si bëj më marketing vetes time dhe nuk do kthehem për momentin, nuk dua të kthehem, domethënë dua të largojmë pak atij të toksicitetit të rrjeteve sociale. Ju lutem rekomandojeni kanalin tim në YouTube të miqtë tuaj në mënyrë që ato të më bëjnë subscribe edhe të marrin sa më shumë informacion. Nëse ju pëlqeu kjo video i bëjni like, më mbështesni sepse të vinë shumë gjëra të bukura, nëse ju më mbështesni, po s'më mbështetet ju pastaj çfarë të bëj unë shkreti, kot që bëj video për libra. Sepse duke se ku e bëj vetëm për veten time, kur unë për veten time kam mbaruar librin dhe më ka pëlqyer shumë. Falenderoj votimet Pegit për këtë libër dhe do mbetemi në vazhdimsi për libra të tjerë më të bukura akoma. Tash që të lexoj një libër tjetër, ose këtë marrë si titullin tani. Nuk e di, surprizë në video tjetër. Mirupafshim, faleminderit, jo vetëm libra.